Në fakt, si që tha dhe ju vetëm para pak minuta, që është raportuar për një shpërthim zjarri në qendër të plazhit të Velipojës, në një prej komplekseve më të mëdha të banimit në këtë zonë turistike. Sipas informacioneve paraprake, dyshohet që ka qenë shpërthimi një bombule gazi që ka shkaktuar zjarrin pikërisht në një prej lokaleve ngjitur me kompleksin e banimit dhe sipas raportimeve të para dyshohet që të paktën 4 persona kanë mbetur brenda të asfiksuar dhe rreth 30 të tjerë të cilët kanë qenë pushues të pozicionuar pikërisht në këtë zonë kanë marrë plag si pasojë e zjarrit të rënd. Unë aktualisht me informacione që kam nga Spitali Rajonal i Shkodrës dhe natyrisht edhe gjatë rrugës po shihen autoambulancat e para të cilat po transportojnë drejt Spitalit Rajonal të Shkodrës të lënduarit. Më është konfirmuar nga ana e drejtuesve të spitalit se është kërkuar pikërisht nga kjo zonë e pushimit, pikërisht nga shërbimi zjarrfikës dhe policia e shtetit që të bëhen gati disa salla të Spitalit Rajonal të Shkodrës, pasi pritet që pra ky numër i plagosurve të jetë dikur rreth 30, disa me plag të lehta në fakt të djegjes, disa me plag edhe më të shumta. Fatmirësisht deri në momentet që flasim nuk raportohet për viktima nga ky shpërthim i cili ka qenë i fuqishëm dhe ka shkaktuar panik në fakt tek pushuesit e shumtë të cilët ndodhen në këtë zonë të plazhit të Velipojës. Unë në fakt ndodhem rrugës dhe vetëm pas pak minutash do të jem në vendin e ngjarjes, por me raportimet që kam edhe nga shërbimi zjarrfikës atje janë drejtuar fillimisht dy mjete të shërbimit zjarrfikës për të shuar zjarrin dhe natyrisht janë 2 autoambulanca që janë nisur drejt Spitalit Rajonal të Shkodrës dhe një tjetër po shkon pikërisht në zonën e Velipojës për të qenë në funksion të personave të cilët kanë marrë pra lëndime nga shpërthimi i ndodhur pikërisht në këtë zonë të kësaj pike turistike. Duhet thënë që raportimet e para flasin që shpërthimi ka ndodhur pikërisht në pjesën e kuzhinës në momentin që është hapur një prej bombulave të gazit, por natyrisht do të jenë ndoshta hetime të mëvonshme nga grupi i ekspertizës që do ta zbardhin të plotë edhe këtë ngjarje të ndodhur pikërisht në zonën turistike të Velipojës në qendër të zonës së plazhit. Bepi, në këto momente që flasim, a ka rrezika janë vënë nën kontroll flakët, a ka rrezik për të tjerë pushues që ndodhen afër këtij kampi? Jo, më konfirmojnë nga shërbimi zjarrfikës që ndodhet në vendin e ngjarjes që nuk ka rrezik sepse është rrethuar perimetri i zonës së lokalit ku ka ndodhur ngjarja, është bërë largimi i pushuesve të tjerë, ndërkohë që sa i përket lokalizimit të flakëve është ndërhyrë nga shërbimi zjarrfikës i Shkodrës i mbërritur në vendin e ngjarjes. Megjithatë, natyrisht për të mos patur problematika të tjera, më konfirmojnë që në kompleks është bërë edhe shkëputja e energjisë elektrike gjithmonë, pra për të mos patur problematika të tjera që mund të ndikojnë në përhapjen e flakëve të zjarrit. Ti thua që është një kompleks banimi, po është një banesë me sa kate dhe në cilin kat ka ndodhur shpërthimi? Atëherë ky është një kompleks pallatesh në fakt në qendër të plazhit të Velipojës, janë rreth 8 pallate të cilat janë të banueshme dhe të tjera në ndërtim. Mësohet se pikërisht zjarri ka rënë pra në një prej lokaleve që ndodhet në brendësi të këtij kompleksi, ku pikërisht pra në një prej kuzhinave të lokalit ka patur rrjedhë gazi dhe më pas ka shpërthyer një prej bombulave. Ky është edhe konfirmimi që më ka ardhur nga shërbimi zjarrfikës që ka mbërritur në vendin e ngjarjes. Këto janë të dhënat e para, duhet ta saktësojmë dhe do të pritet ekspertiza. Zjarri mund të ketë rënë në një prej banesave, por më pas është konstatuar që flakët kanë qenë pikërisht në një prej lokaleve brenda këtij kompleksi banimi ku janë, siç e theksova, 8 pallate me pushues dhe të tjerë që janë në ndërtim e sipër. Është gjithmonë flasim për zonën në qendër të plazhit Velipojës, një nga më të populluara në fakt dhe të frekuentuara gjatë sezonit turistik. Duke qenë se jemi dhe në pikun e sezonit, padyshim që aty ka dhe fluks turistësh, atëherë flasim për 4 persona të lënduar që kanë mbritur në spital dhe rreth 30 të tjerë që kanë marrë lëndime më të lehta. Po, ky është konfirmimi, një pjesë e tyre po marrin trajtimin mjekësor në qendrën
urgjencës këtu në ngritur qendrën shëndetësore që ndodhet aty afër, a është funksionale qendra shëndetësore? Po, atëherë një pjesë e tyre po e marrin mjekimin në qendrën shëndetësore që ndodhet vetëm pak metra larg kompleksit të banimit, ku ndodhet edhe e stacionuar së bashku me grupin mjekësor dhe infermierët të cilët po u japin ndihmën e parë personave me plagë më të lehta, ndërsa ata që kanë paraqitur problematika më të theksuara janë dërguar në Spitalin Rajonal të Shkodrës. Ambulanca e parë ka mbërritur tashmë në urgjencën e Spitalit Rajonal të Shkodrës me 4 persona të cilët ndodheshin brenda saj dhe po marrin tashmë mjekim nga ana e bluzave të bardha, ndërkohë që një tjetër autoambulancë më konfirmojnë që vetëm pas pak minutash do të niset drejt Spitalit Rajonal të Shkodrës me të tjerë persona, ndërsa pjesa tjetër po marrin mjekim në qendrën shëndetësore këtu në qendër të plazhit të Velipojës, fare pranë kompleksit ku ka ndodhur edhe shpërthimi. Fatmirësisht nuk kemi viktima dhe flakët në këto momente janë lokalizuar, megjithatë Bepi në momentin që do të mbërrish në vendngjarje, do të kemi sërish një lidhje për të na raportuar. Besoj që mund të kemi një lidhje edhe me Skype për ta patur ndoshta panoramën pak më të qartë, por edhe më të plot.